Ta shkojmë në një histori të Erdonitës që flet për poetën Melisa Lipaj. Melisa Lipaj, vajza e re dhe e talentuar nga Istoku, ka zgjedhur të flasë me botën përmes artit më të ndjeshëm të shpirtit, poezisë. E rritur mes emocioneve të thella dhe dritës së ëndrave të saj. Melisa ka rritur të publikojë 2 libra, secili një pasqyrë brendshme e botës së saj krijuese, një në gjuhën angleze dhe një në gjuhën shqipe. Me vargje që rrjedhin natyrshëm, herë të buta e herë të forta, ajo arrin të kapë thelbin e dashurisë, dhimbjes, ëndrave dhe rrugtimit të një vajze që rritet duke kërkuar vendin e vet mes kulturave. Pak emocione kur e lexova çka pota, po mirë. Ndihem shumë mirë sepse mendoj që kam lënë një mbresë, jo vetëm tek njerëzit më të rritur, por unë shpresoj që kjo mbresë të mbetet edhe tek fëmijët, dhe të lexojnë këto libra dhe të kuptojnë se si është një botë ku kuptohet fëmia. Drama është më shumë një zhanër për fëmijë, është fantazi. Ka skenare të ndryshme, por edhe ndahet në kapitoj. Në përgjithësi, skenaret mund të jenë në pyll, në shkollë, edhe gjithashtu në shtëpi. Gjithashtu tematika e saj mund të jetë për të kuptuar adoleshencën, që është një fazë që jo shumë edhe flasin për të, edhe për t'i kuptuar fëmijët në përgjithësi. Libri i saj në anglisht e shpalos shpirtin përballë një audiencë ndërkombëtare, ndërsa ai në shqip ruan rrajet e zemrës së vendlindjes, aromën e Istokut dhe gjurmën e rënieve të saj. Sepse babi gjithmonë thoshte të shkruaje diçka në anglisht, pra ka qenë inspirimi kryesor, sepse ai vetë është profesor i gjuhës angleze, edhe pikërisht për të dëshiroja t'ja bëja këtë dëshirë realitet edhe të bëja një vepër në gjuhën angleze. Për mua shumë krenari që të vi në këtë pikë, mirë po inspirimi kryesor për të gjitha veprat e shkruara ka qenë nëna, sepse gjithmonë ka shtyer të bëj diçka më shumë edhe të dalë përtej zhanreve edhe vetes se çka shkruaj. Melisa është shembull i vajzës që guxon, që flet me ndjenjë dhe që nuk friksohet të tregojë histori që i dridhen në shpirt. Në përgjithësi, unë jam e bekuar me shoqërinë që e kam, sepse janë shumë suportues të mëdhej të rrugës time. Mirë po gjithmonë komentet kanë qenë shumë pozitive dhe të gjithëve ju ka pëlqyer se çka kam parë në libër. Kismet tash do të vi me një roman tjetër, mirë po ajo duhet akoma kohë sepse vetëm ka filluar të përpilohet. Mesazh kryesor është që t'i ndjekin ëndrat e tyre, sepse asnjë ëndër nuk është aq e madhe për të realizuar. Me talenten e saj të lindur, ajo tashmë po i hap vetes një rrugë të ndritur në botën e letërsisë, duke i dhënë zë brezit të ri, e duke dëshmuar se arti nuk ka kufi, as gjuhë, as moshë, por vetëm zemër.